Ku shkoi kjo motra ime sot? Kjo motra ime sot shkoi një shëtitje në Kastoria. Për të gjithë ju që nuk e dini, është një qytet i Greqisë, i cili është afër në Florina, ku jeton motra ime. Është ndonjë orë largë. Siç shikoni, rruga është shumë e bukur. E keqja është se ka shumë kthesa. Edhe nëse u zë makina si mua për shembull, është një çike vështirë. Sa herë që kam shkuar, ose më ka zënë makina, ose mua ose djalin. Kjo është e keqja e gjë. Pastaj çdo gjë tjetër është perfekte. Siç mund të shikoni, është një vend shumë i bukur. Ka edhe liqenin aty që është nëpërmes të qytetit, edhe është shumë bukur. Eva shkon shpesh me familjen aty se kanë kubarin, do me thënë personin që i martoi, edhe pagëzoi edhe djalin e tyre dhe ndaja shkojnë shpesh për kafe, për të ngrënë diçka, të kalojnë kohë së bashku. Siç mund të shikoni, koha është shumë e mirë. Kishte diell, aty po llafosishin me burin, po zireshin ku di unë. Edhe tani ikën të shkojnë për kafe me kubar.